Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Po dëgjohemi përsëri me recetën e radhës. Sot kam përgatitur një nga ëmbëlsirat më të thjeshta, por me një shije dhe një aromë fantastike. Mund ta përgatisni mjaft lehtë në kuzhinën tuaj. Qëndroni me mua deri në fund të videos, ta përgatisim bashk. Fillimisht na duhet një tenxhere ose një tigan i thellë si në rastin tim dhe do shtojmë 600 ml qumësht. Masat që unë po përdor janë për 3 racione. Nëse do përgatisni më shumë, duhet të dyfishoni masat. 100 gram sheqer, 3 lugë nise shte dhe do ta përziejmë në zjarr të ngadalt vazhdimisht derisa të trashet masa. Nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos dilni pa bërë subscribe. Pasi është trashur masa, do shtojmë disa biskota, mund të zgjidhni biskotat tuaja më të preferuarat dhe masën do ta përziejmë ashtu siç është e nxehtë. Do ta ndajmë me një herë në forma dhe do ta lëmë me një anë që të ftohet. Ndërkohë 4 deri në 5 kajsi do t'i presim në copa të vogla dhe do t'i karamelizojmë me 2 lugë sheqer. Pasi janë gati, a dua të theksoj që duhet ta përzieni vazhdimisht në mënyrë që të marrin këtë ngjyrën siç e shihni dhe të lëshojnë atë aromën e tyre. Pasi janë gati, do ta vendosim mbi forma. Gjithashtu do shtojmë edhe pak arra ose mund të shtoni çfarëdo lloj fruti që preferoni. Nuk dua të harroj të them se është kënaqësi për mua të mësoj gjithmonë se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse dëshironi, ma shkruani në koment. Ëmbëlsira është gati. Provojeni dhe shijojeni. Siç e pat, më thjesht nuk ka dhe me pak përbërës. Si ju duket si recet, nëse ju pëlqen, mos harroni të lini përshtypjen tuaj në koment dhe të bëni like. Faleminderit që më ndiqni dhe bashkë do dëgjohemi në recetën e radhës.